Viktima në Lezhë është vrarë me armë zjarri, vajza e kishte denoncuar të humbur. Të tjera detaje janë zbardhur në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Lezhë, ku një person u gjeti pa jetë. Policia konfirmoi se 65 vjeçari Gjejt Tusha është vrarë me armë zjarri. Trupi i pajetit moshuarisht gjetur rreth orës 17:30 në breg të lumit mat. Nga këqyrja paraprake, viktima kishte shenjadhunë edhe një plag në trup që dyshohet se është shkaktuar nga armë zjarri. Siç bën me dije policia, rreth orës 14:40 një qytetare ka telefonuar për të raportuar humbje në kontakteve me babain e saj, shtetasin Gjergj Tusha, 65 vjeç, banues në fshatin Plan. Njoftimi policisë, Lezhë, informacion paraprak, rreth orës 14:40 në sallën operative ka telefonuar shtetasi AG duke njoftuar se kishte humbur kontaktet me babain e saj, shtetasin GT, 65 vjeç, banues në Plan Lezhë. Menjëherë shërbimet e policisë kanë nisur kërkimet për gjetjen e tij. Pas disa orësh kërkime, rreth orës 17:30 në breg të lumit mat në Plan Lezhë, është gjetur pa jetë shtetasi GT. Nga këqyrja paraprake, viktima ka shenjadhunë e përfshin një plag në trup, dyshohet nga armë zjarri. Është ngritur një grup i posaçëm hetimor i cili ndodhet në vend ngjarje dhe në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve. Ndërkohë, shërbimet e policisë dhe ato të forcës kombëtare të sigurisë, njësia Shkodër po kontrollojnë në zonë me qëllim kapjen e autorit apo të autorëve.